Sa herë që Silvio Berlusconi takoi me Angela Merkel në Berlin ose diku tjetër në Gjermani, i çonte një dhuratë, natyrisht të blerë me paratë e tij. Njëri ishte një porcelan i çmuar Capodimonte, njëri tjetër një kuti me 12 shishe vere të shkëlqyer Brunello di Montalcino ose Barolo. Në një rast i dhuroi një shall kashmiri Loro Piana ose një got Murano të personalizuar. Këto dhurata e vinin shumë në siklet kancelaren, një person që nuk ishte as pak e lidhur me gjërat materiale, por që mbi të gjitha ishte detyruar nga ligji i gjerman të mos pranonte asnjë dhuratë me vlerë mbi 300 euro. Ajo ja përsëriste çdo herë. Silvio të falenderoj, por nuk mundem t'i pranoj, prandaj të lutem herën tjetër, mos e bëj më këtë. Por Berlusconi bënte sikur nuk kuptonte dhe herën tjetër e takonte sërish me dhurata në duar. Secila prej tyre merri menjëherë nga një zyrtar federal, i cili pasi e katalogonte, e vendoste në Asservantenkammer, një dhomë padritare në katin e 3 të kancelarisë, e cila ka rafte të mbushura me gjithçka, bizhuteri dhe argjendari, piktura dhe qilima, libra me vlerë dhe koleksione CD, verëra dhe shampanjë, madje edhe rroba të modës së lartë dhe fanella futbolli me autografe. Por dhuratat e Berlusconit të bëjnë të qeshësh kur krahasohen me bujarinë e emirit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, i cili 2 javë më parë tha se do t'i dhurojë Donald Trumpit një avion Boeing 747-8 Jumbo Jet luksoz me vlerë mbi $400 milion. Do t'isha budalla po ta refuzoja, deklaroi shefi i shtëpisë së bardhë. Trump planifikon ta përdorë atë për udhëtimet e tij në vend të avionit 40 vjeçar të amortizuar të Air Force One, që është aktualisht në shërbim, përpara se t'ia kalojë muzeut presidencial, që do të marrë emrin e tij kur të largohet nga zyra ovale. Ky lajm shkaktoi zemrimin e opozitës demokrate, kritika midis republikanëve, teksa ka ngritur disa dyshime dhe midis analistëve të afërt me njerëzit e Magas, si Ben Shapiro dhe Laura Loomer. Është një rishfet i maskuar si dhuratë. Është një lloj sikur mbreti britanik George III t'i kishte dhënë George Washingtonit një kopje të karrocës mbretërore për përdorim personal. A do ta kishin marrë në konsiderat etërit themelues këtë akt korruptiv? Tha Richard Painter, ish avokati i etikës në administratën e George Bush. Kushtetuta e SBA-s u ndalon presidentëve dhe zyrtarëve federal pranojnë dhurata ose shpërblime nga udhëheqës të huaj pa miratimin e Kongresit. Rregulli aktual thotë se asnjë zyrtar i zgjedhur federal nuk mund të marrë nga një qeveri e huaj dhurata me vlerë mbi $480. Megjithatë, prokuroria e përgjithshme Pam Bondi dhe shefi i ekipit ligjor të shtëpisë së bardhë David Warrington thanë se dhurata e emirit të Katarit është ligjërisht e lejueshme, me kushtin që transferimi i pronësisë në muzeun presidencial të ndodhë para përfundimit të mandatit të Trump. Por ky shpjegimi skandalizon ekspertët. Nëse SBA-ja do ta mbajë avionin kur Trump të mbarojë mandatin e tij, kjo do të ishte një dhuratë për shtetin, por nëse ai e merr me vete në muzeun e tij, është një dhuratë për të. Pra jemi në shkelje të kushtetutës, thotë Richard Briffaut, i cili jep mësim në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Columbia. Në fakt, dhuratat dhe diplomacia kanë ecur krah për krah njëra tjetrës, që nga kohërat e lashta, shumë kohë para fotove dhe konferencave për shtyp, mbretërit, presidentit dhe kryeministrat kanë shkëmbyer gjithnjë bizhuteri dhe pëlhura të çmuara, madje i kanë ofruar vajzat e tyre për martesë si garanci për marrëdhënie të mira. Kjo ka ndodhur që nga koha e Kalit të Trojës, arketipi i diplomacisë së mashtrimit. Perandorët bizantin i dhuruan fragmente të kryqit origjinal të Krishtit, sundimtarëve të krishterë të Evropës, mbretërit e Francës dhuruan porcelanet e famshme Sevre, sundimtarët spanjoll pikturat me format të madh, ndërsa sultanët e Portës së lartë preferonin tunikat prej mëndafshi, sepse dhuratat diplomatike ëmbëlsojnë, përkdhelin egon, joshin, argëtojnë, por mbi të gjitha i lidhin njerëzit me njëri tjetrin. Ato janë shprehje vlerësimi, leva miqësie, gjeste pendimi, kërkesa për falje dhe shumë shpesh instrumente miklimi për të fituar në këmbim favore të ndryshme. Një karakteristikë që përshkon të gjithë historinë e dhuratave diplomatike është synimi për qenë origjinal. Për shembull, kafshët egzotike janë përdorur për këtë qëllim për shekuj me radhë. Gjirafat ishin shumë të njohura gjatë rilindjes. Sultani Mamluk Qaitbai i ofroi një të tillë Lorenzo de Medicit në vitin 1487 për të përshpejtuar në nënshkrimin e një traktati tregtar me aristokracinë fiorentine. Më së afërmi në kohë, në vitin 72, gjatë darkës shtetërore me rastin e vizitës historike të Nixonit në Kinë, zonja e parë e SBA-s, Patricia, i tha Zhou Enlai se i donte shumë pandat. Si një gjest vullneti të mirë, kryeministri kinez i dhuroi çiftit presidencial 2 ekzemplar gjigant, Ling Ling dhe Sing Sing, që për 20 vitet e ardhshme jetuan në kopshtin zoologjik të Washingtonit duke tërhequr miliona vizitor. Dhe pjesa tjetër është histori, sepse që atëherë diplomacia e pandave ka qenë një nga mjetet më të fuqishme të fuqisë së butë të Kinës, ndërkohë udhëheqësi sovjetik Nikita Khrushchev i dhuroi homologut amerikan John Kennedy
një qenë të vogël gjatë samitit të tyre në Vjenë në vitin 1961, por për te botës shtazore ka shumë shembuj të dhuratave diplomatike që nuk arritën të sjellin rezultate. Në vitin 35, Adolf Hitleri vendosi të joshte Maharajain Bhupinder Singh, një princi i plot fuqishëm i shtetit indian Patiala, në një përpjekje për të bindur Indinë të mbetej neutrale, pasi Evropa po shkonte drejt një lufte të re. Diktatori nazist i dhuroi një makinë luksoze Maybach, kulmi i teknologjisë gjermane në atë kohë. Maharajai e pranoi makinën, por ajo mbeti mbyllur në garazh, ndërsa mbështetja e tij prokurorën britanike mbeti e paprekur. Duke mbetur tek makinat, një makinë Cadillac Eldorado që Richard Nixon ja dhuroi në vitin 72 sekretarit të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik Leonid Brezhnev, një admirues i madh i makinave amerikane, pati sigurisht një efekt pozitiv në uljen e tensioneve midis SBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik. 2 vjet më vonë, presidenti amerikan i dhuroi një Lincoln Continental gjatë takimit në Camp David, të cilin Brezhnev e tentoi menjëherë në kthesat e ngushta të rezidencës presidenciale në Maryland, duke ngarë me shpejtësi të plot, teksa Nixon e shihte i tmerruar në vendin e pasagjerit. Nëse hedhim një shikim pas në histori, dhurata diplomatike ishin në zemër të shqetësimeve të mbretërve dhe sundimtarëve, ata nuk kurseheshin as pak për to, thot ambasadori britanik Paul Brummel, që ka shkruar një libër të mrekullueshëm mbi këtë temë. Në botën e ëndrave të Trump, ku liderët autoritar negociojnë marrëveshje delikate kombëtare dhe ndërkombëtare si të ishin marrëveshje pasurish të paluajtshme, është kthyer sërish në mod praktika e lashtë e dhuratave diplomatike të kushtueshme dhe pasojat e saj janë të dukshme.